ku mund ta dallojmë stresin edhe ankthin, se ndonjëherë nuk dim ta bëjmë dallimin mes këtyre dhe a mendon ne shqiptarët a kemi më shumë stres apo ankth? Ku jemi të prirë më shumë? Që ishe dallimin ndoshta edhe me vendin ku jetoni, Zvicrën. Ka një dallim i cili është faktikisht i dukshëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, por edhe në Ballkan përgjithësi, mbizotëron ankthi, sepse dhe do e them pastaj diferencën, ndërkohë që në Zvicër dhe në vendet e tjera mbizotëron depresioni. Dhe këtë ka vërtetuar edhe bashkëshorti im sepse studion. Pra mendoj që jemi më mirë, ne sado që shohim që jemi më keq. Në Zvicër, sipas të dhënave që kemi në universitet, 60% e popullatës tashmë ka patur një diagnozë të depresionit klinik, që faktikisht është diçka goxha e rëndë. Ndërsa pra depresioni, një person me depresion është një njeri i cili mendon shumë për të shkuarën, mendon shumë që ka qenë mirë më përpara, ka qenë një kohë shumë e mirë më përpara dhe është melankolik për të kaluarën dhe nuk ka energji dhe frymëzim për të ardhmen. Ndërkohë që një person me ankth është një person i cili jeton në mbijetesë, ka shumë gjëra për të bërë, ka shumë presion, ka shumë tension, dhe gjithë kjo mbijetesë i krijon një lloj presioni dhe frike për të ardhmen. Pra ankthi është më shumë një parashikim i gabuar i së ardhmes. Po them i gabuar sepse në përgjithësi janë skenare negative që krijohen në mendje, që asnjëherë nuk ndodhin, por që këtë përfshin ankthi. Depresioni është për të kaluarën. E kemi